يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i ja dërgojna Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe kerejtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatnin të nderuar, prej rrugëve kryesore që njeriu e shpëton prej zjarrit të xhenemit është pendimi. Që të pendohemi, të kthehemi Allahut Azza wa Jall, të lëmë ato të këqija çka na ka mashtru shejtani mallkuar dhe t'i veprojmë, që kemi vepruar, të lëmë ato dhe t'ju kthehemi Allahut Azza wa Jall. Kjo është rruga më e mira që njeriu e shpëton prej zjarrit të xhenemit. Nëse bën një pendim, nëse njeriu robi e bën një pendim të sinqert, e shpëton ato edhe prej shirkut, prej veprës më të shëmtuar që e bën njeriu, e shpëton prej shirkut, e shpëton edhe prej vrasjes, e shpëton edhe prej imoralitetit, vetëm kur, vetëm nëse i pendohet Allahut Azza wa Jall, pra shpëton prej zjarrit të xhenemit, nëse i pendohet dhe i kthehet Allahut Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall në Kur'an thot: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar." Ata të cilët nuk lutin, nuk adhurojnë dikan tjetër pos Allahut Azza wa Jall. "Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq." Dhe ata s'vrasin njeri që Allahu e ka ndalu vrasjen e atij njeriu, ai zvret njeri. "Wala yaznun." Edhe imoralitet nuk bëjnë. "Wa man yaf'al dhalika yalqa athama." E kush e bën këtë, kush bën shirk, kush vret njeri, edhe kush bën imoralitet, atë do ta përret një dënim në xhenem, një dënim i dëmshëm. "Yudha'af lahu al-'adab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Ndërsa këtyre njerëzve në ditën e gjykimit i shumëfishohet dënimi. Në zjarmin e xhenemit i shumëfishohet dënimi këtyre. Apo e vreni se si tregoi Allahu Azza wa Jall për ata që i kanë këto veprat për të këqijave më të mëdha, shirkun, e vrasjen, e imoralitetin, për të këqijave më të mëdha, dënimi i dëmshëm tha i pret. Para din se si vazhdon ajeti. Allahu Azza wa Jall me kërret këto të këqija që ata i bëjnë, por ja hap robërve derën dyert e pendimit. Kur Allahu vazhdon ajeti tjetër: "Illa man taba wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Përveç nëse njëri ka bërë shirk, ka mbyt njëri, imoralitet ka bërë, dënimi edhe më shumë e pret. Por tha Allahu, me përjashtim të atyre që pendohen, me përjashtim të atyre që pendohen, i kthehen Allahut Azza wa Jall, a disi e përshkrujti Allahu: "Yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Edhe të këqijat e tyre, e që ndoshta pas një pendimi të madh sinqert, ndodh edhe e keqja e imoralitetit, edhe e keqja e mbytjes, edhe e keqja e shirkut. Këto ajetin në vijim çka tha? Allahu ja shëndron, po që ja fol, fundi ajetit tha se Allahu Ghafurur Rahim, Allah është falsh dhe mëshirues, por edhe ja shëndron të këqijat që ata i kanë bërë, ja shëndron në vepra të mira.
La ilaha illallah. So krimet mund t'i kesh bërë, so mëkatet mund t'i kesh bërë ti dhe unë. Por, nëse pendohemi si ato mëkate, me ato mëkate veç për zjarmi i xhehenamit. Na po flasmi si të ruhemi për zjarmit i xhehenamit. Ato mëkate shpërblim për tu veç për zjarmi i xhehenamit dënim. Ndërsa Allahu po e thot, me përjashtim atyre që pendohen, Allahu ja u fal, është falshëm mëshirues, por edhe të këqijat e tyre ja shëndran në vepra të mira. La ilaha illallah, sa i mëshirshëm Allahu azza wa jall. Ndërsa ashabul hududin, një ngjarje që ka përmend Zoti në Kur'an, edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ardhur. Janë kanë disa njerëz kriminela. Një çoniri që s'muj me mbretja asoj kohe, që i thënë të vetës së Zot, s'mundi me mytat çunin dhe historia e gjatë. Pjesa më e madhe apo na intereson. Saqë kur fillon popullata me i besu thanë ty më si Zot nuk të besojmë, por e besojmë veç Allahun azza wa jall. Veç Allahun atë veç e besojmë, nuk besojnë a dikant tjetër. Çfarë bëri ai kriminali asoj kohe, ai mbreti asoj kohe? Hapi hendeqe të mëdha dhe i bëri me zjarr. Edhe i gjunte gëra e burra e fëmijë i hedhën ta. Bile, një prej rasteve, prej pak rasteve në histori njerëzore, kur kanë fol fëmijë të vegjël, është edhe një prej fëmijëve që ka përmend pejgamberi sa i në muslimit. Edhe një prej fëmijëve në këtë rast, kur nënës a i thët, apo më beson mbreti, mu si Zot, apo po vazhdon me çkëtë, me besu Allahun si Zot. Nëse s'u beson mu të hedhi ty me gjithë fëmijën tënd, e fillon me ju dhimbë fëmija asoj nane. Edhe don mu kthy mbrapa. Por për i rasteve që fëmija flet, nashta janë 5 ose 6 raste njerëzimin krejt, është edhe ky. I tetoj non, bëho e qëndrueshme dhe e fort, se ti je në rrugën e vërtetë, ti je në hak. Edhe aja shtrëngon fëmin dhe ky mbreti e hedh në zjarmin e xhenamit. Apo e vreni si çfarë krimi bënin ata njerëz? Allahu azza wa jall kur flet për ta thot innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabu alhariq. Ata që i sprovuan, i munduan, i torturuan besimtarët dhe besimtarët që ata që i besojnë Allahut. Ata thot, nëse, që Allah azza wa mëshirshëm, nëse nuk pendohen, ata do t'i pret një dënim i dëmshëm. Ata do t'i pret në zjarmin e xhehenamit një dënim djeks dhe flakërues. Apo e vreni, Allahu ja kushtëzoi, nëse nuk pendohen, për Allahu azza wa jall, nëse ti pendohesh, sa do i madh që t'jetë mëkati jëtë, sa do i madh që t'jetë, sikur për ta ishte mëkati masa që i djekshin të mëdhajet vëgjel, e gëra e burra e fëmi, i djekshin, por Allahu ja vla derën hapur. Allahu e don pendimin. Allahu e don pendimin, edhe ja la derën hap, dhe i tha, ata do t'i pret dënimi, nëse ata nuk pendohen, dhe të Hasan al-Basriu të kjo ajet, sa i mëshirshëm Allahu azza wa jall. Thot Hasan al-Basriu për gjeneratës e dytë, a nuk jeni, thot, ka e shihni, thot, ky njeri, Hasan al-Basriu të ben. Thot, sa i mëshirshëm Allahu, njerëz që bën gjithë të krime, djekshin një vend, një fshat të tërë krejt kush kanë besu, ose një qytet komplet kush ka besu, i hedhen grupat e zjarrit dhe i djegën krejt, me gjithë atë, Allahu, sa i mëshirshëm, ja la derën hapur, nëse pendohni, Allahu ja fal. Jo veç kaq, por edhe ata që e luftojnë Allahun, prej krimeve të më të mëdha që është bërë prej kur ka ekzistuar dini islam, ai ka ekzistuar prej Ademit alayhis salam, prej krimeve më të mëdha është krimet e atyre që e luftojnë islamin. Edhe luftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në cilin ndo mënyrë që ata e luftojnë. Ndash e luftojnë me shpat, ndash e luftuan me dorën e tyre, ndash me fundet e tyre, ndash me fjalët e tyre, ndash me veprat e tyre. Kjo është më e keqja që Allahu azza wa jall e njeh me luftu Allahun dhe pejgamberin. E Allahu për këta njerëz çka thot? Allahu azza wa jall thot: "Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada." Allahu thot, ata njerëz që luftojnë Zotin e Madhërisëm, para luftojnë dinin Islam. Edhe e luftojnë, e kësi që po e luftojnë dinin Islam, edhe në ditët e sotme, po ka numër që nuk njihet, aq i madh është. Allahu tha,
ata që luftojnë Allahun dhe pejgamberin dhe bojnë çrregullime në tokë. E kanë këtë dënim dënjo, s'po flasim për to, por në ahiret walahum fil akhirati adabun adhim. E ata në ahiret ka me i prit një dënim i madh. Një dënim i madh pse ke luftu Zotin, pse ke luftu besimin islam dhe pse ke luftu pejgamberin rrugën e tij. Para din si vazhdon ajeti. Me kret këtë krim që e ban me luftu Allahun dhe pejgamberin dinin islam, vazhdon ajeti thot illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alejhim, përveç atyre që u penduan para se t'ju bjen dur juve, ata u penduan fa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Dini o ju njerëz, me kret ato krime që i bojnë, Allahun e luftojnë dinin islam, pejgamberin e luftojnë me fjalë dhe me veprimet e tyre, tha Allahu, dine se nëse ata pendohen para se me vepru ju mbi ta, ose me juron dur juve, thot Allahu është fals. Dine se Allah është fal dhe mëshirues, edhe këtyre Allahu ja fal. Nëse pendohen sinqerisht, atë si ta mërmendja, nëse ti ke bën ndonjë mëkat që se arrit kulmin, e as të shirkut që u përmend, e as të vrasjes, e as të djegjes që u përmenden, e as të luftës që i bëhet Allahut ose dinit islam dhe rrugës pejgamberit, asnjë është prej këtyre se arrit mëkatit, si mendon që Allahu azza wa jall sta fal mëkatin? Atër pëndohu sinqerisht se Allahu vërtet i fal mëkatet, ndërsa Allahu azza wa jall i përmend disa njerëz që i kanë lënë namazet. Me la namazin krim është në veti. Me la namazin mos më falë është krim në veti. Edhe Allahu thot fe khalefe min ba'dim khalfun adau salat wattabau shahawat. Thot erdhen pas atyre të mirëve gjenerata jo të mira. Çka banën ata? E humben e la namazin. Edhe i ndjeken epshet e tyre, fesaufa yalqawna ghayya. E ata do të hidhen në zjarmin e xhehenamit. Pse ke la namazin dhe ke ndjek epshet? Thot illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna shay'a. Përveç atyre që edhe pse kanë bërë këtë mëkat të madh, që kanë lënë namazin, por pendohen, i kthehen namazit. Çka tha Allahu? E kur ata pendohen, i kthehen namazit, ja fali, edhe ata do të jenë xhenetet e Allahut azza wa jall. Don më shpëtu prej zjarmit xhehenamit, ai që ka pas këtë mëkat, lëmjen e namazit, janis dhe e falë namazin, Allahu të premtoj me ajetet Kur'anit se Allahu do t'i falë dhe ata në gjennet, Allahu do t'i shën. Ndërsa Allahu azza wa jall i falë edhe ata, që që përmendi Ibn Abbasi radiallahu anhu, ata që thanë se Allahu azza wa jall e ka bon, ose Allahu është Isa djali i Marjemës, është Allahu. Tha Ibn Abbasi. E disa thanë që Isa është biri i Zotit. E disa thanë se Allahu është kopras. E disa thanë Allahu është do shtrënguar. E disa thanë se Uzeiri është djali i Zotit. Krejt këtu, tha Ibn Abbasi pas krejt këtyne, disa thanë se Allah një i treve. Tha Allahu në fund, e fela jetubu ila Allahi wa jestakfirune, wallahu ghafurur rahim. Pas krejt këtyne, edhe nëse ti mendon se Allahu është Isa, edhe nëse njoni mendon se Isa është djali i Zotit, edhe nëse njoni mendon se Uzeiri është djali i Zotit, edhe nëse njoni mendon se Allahu është do shtrënguar kopras, krejt këtu, nëse pendohesh ajetin e pruni Ibn Abbasi shok i pejgamberit, e pruni ajetin kur Allahu tha, a nuk po pendohen tek Allahu, pse ata nuk kërkojnë falje tek Allahu pas krejt këtij krimi, Allahu prap ja fal mëkatet e tyre krejt. Apo e shihni se sa i mëshirshëm është Allahu azza wa jall, sa që than ajetin e Kur'anit që njihet thot, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmetillah. Allahu na u drejtu dhe na u tha neve, o ju robët e Zotit, që keni ngarku veten tuaj me mëkate, o ju që keni ngarku veten tuaj me gjunahe, mos e humni shpresën Allahun, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu mëkatet krejt i fal, innahu huwal ghafurur rahim. Se Allah shumë falës, mëshirues. Pra Allahu krejt mëkatet i fal. Nëse ti kthehesh Allahut, ai ti fal mëkatet, edhe të hapët rruga për në xhenet, të mbyllet rruga për në zjarmin e xhenemit. Po e përmendin një hadith që e ka sjell Imam Tirmidhi dhe hadith është autentik, ta pejgamberi alayhis salam kur Allahu thot, hadith kutsi, ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak ma kana minka wala ubali.
Allahu thot, o biri Ademit, çfarëdo që ti ke bërë mëkate, nëse kthehesh, pendohesh, drejtohesh tek unë, më kërko falje, unë ta fali dhe s'më intereson kjo çështje, unë ta fali mëkatin dhe s'guzon kush më ndal përpara. Edhe s'manin heq kështu shprehja kuptohet. Allahu në hadith kutsi po thot, ta fali krejt mëkatet i fali. Pra edhe nëse mëkatet e tua arrin, tha pejgamberi ibn Adem, lau balaqati dhunubu anna as-sama. Edhe në këtë hadith kutsi, edhe nëse mëkatet e tua arrin te brancit atje, të rat, çikat shumë janë mëkatet, nëse i kthehesh Allahut, Allahu azza wa jall t'i fal. Prandaj poeti thot, ja Rabbi adhnabtu kulla dhanbin lastu ukrihuha, lastu unkiruha. Kur tha poeti, o Zot, unë pranoj që kam bërë mëkate, si muhaj ato, argjuke të gëfiruha fil hashri ja senedi. Edhe unë shpresoj që në ditën e gjykimit ti ke më fal, o shpresa ime e vetme, wa kad rajautuke ja dhe lmeni të gëfiruha, edhe unë kam shpresu dhe shpresoj se ti mëkatet kemi mi fal mu, idh kunte ja ameli fil ardi të sturuha, kur ti edhe në dunja mi mbolejshë mëkatet që banshë mëkatet shumë, mi mbolejshë edhe në ditën kur dalë para teje, shpresoj që ti kemi më falë, kështu tha poeti. Lusmi Allahun azza wa jall që rrugët që na çojnë në zjarmin e xhenemit, Allahu të na mbyll dhe të na hap rrugët që na çojnë në xhenetin e tij. Lusmi Allahun azza wa jall të na falë, të na mëshiron. Lusmi Allahun azza wa jall të metat, Allahu të na mbulon. Lusmi Allahun azza wa jall muslimanëve ku të botë janë, Allahu të ndihmon e neve me pejgamberin xhenetën ata kanë. Walhamdulillahi rabbil alamin.